Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falenderimet dhe lavdimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet dhe selamet mbi pejgamberin Muhammed a.s. në ditën e bukur të xumas së datës 15 maj 2026 apo 28 Dhul Qa'da 1447 Hijri. Vëllezër dhe motra, ja pra edhe pak ditë na të ndajnë nga muji i fundit sipas kalendarit islam, e ai është muji Dhul Hijja, për vlerën e 10 ditëve të para të cilët na ka fol i dashuri i zemrave tona Muhamedi a.s. por mbi gjitha edhe Allahu subhanahu wa taala. Pra Zoti i gjithësisë thot në surën Fajr, wal fajri wa layalin ashr, pasha agimin dhe 10 ditët. Dhe kanë thënë mufesirët se këtu bëhet fjalë domethënë për këto 10 ditët e para të muajit Dhul Hijja. Kurse pejgamberi a.s. ka thënë se nuk ka vepër që vlerësohet më së shumti tek Allahu xhaleshanuhu se sa vepra që e bën njeriu në 10 ditët e para të muajit Dhul Hijja. Kuptohet se vepra më e mirë që bën njeriu në këtë ditë dhe lum ai që Allahu ja ka mundsuar është kryerja e haxhit. Andaj ne shfrytëzojmë rastin që haxhive të cilët këto ditë po nisen për vendet e bekuara t'i urojmë një rrugë të mbarë dhe një haxh të pranuar dhe mëkate të falura. Kurse atyre të cilët nuk janë për këtë rrugë, që janë në shtëpiat e veta, i këshillojmë që sa më tepër të lexojnë Kur'an, të bëjnë dua, të falin namaz, të bëjnë dhikr, i cili këtë ditë vlerësohet edhe më tepër se sa ato ibadetet të njëjta të cilat bëhen në ditët e tjera. Andaj të shtojmë këtë ditë sa më tepër subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah dhe dhikre të ngjashme sikur këto. Ato të cilët e kanë mundësinë që ditën e 9 të muajit Dhul Hijja të agjerojnë, këshillohen që të agjerojnë këtë ditë dhe ka një sevap shumë të madh, për të cilët inshallah do të flasim edhe në xhuman e radhës. Kurse kulminacioni i këtyre 10 ditëve sigurisht është festa e Kurban Bayramit, ku ajo familje e cila ka mundësi e ka obligim që të thërë kurban. Dhe kjo është një prej ibadeteve më madhështore që mund të bëjë një familje besimtare, ku e madhron Allahun xhaleshanuhu duke kujtuar ngjarjen e madhe të pejgamberit Ibrahim a.s. Për të cilin normalisht është edhe lidhur i gjithë rituali i haxhilukut, ku njerëzit domethënë që shkojnë në haxh kanë mundësi që të ringjallin ato tradita dhe ato rite të cilat i ka bërë vetë pejgamberi i madh, miku i Allahut Ibrahimi a.s. Vëllezër dhe motra, unë lut Allahun xhaleshanuhu që në këtë ditë xumaje të i pranojë ibadetet tona, adhurimet tona dhe salavatet tona, dhe inshallah të na mundsoj që këto 10 ditë në vijim, të cilat fillojnë pikërisht pra ditën e hanë me datë 18 maj, që t'i kalojmë sa më tepër në adhurim dhe përkushtim Allahut te bareke ve teala. Deri në perlën e xumas radhës, edhe një përshëndetje e veçantë nga rrethina e Stambollit, gjithsesi këto 4 ishuj të cilët quhen në gjuhën turke adalar, pra ishujt që janë përballë bregut të Stambollit në anën e Azis, dhe inshallah na ban Allahu xhaleshanuhu që përsëri të takohena në xuman e radhës. Deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.